Si që pame edhe nga spoti publicitar, evenimenti madh i liberalizimit të vizave tashmë po afron, por kur shqiptarët do të mund të lëvizin të lirë pa viza në zonën Schengen? Për këtë dhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me diplomacinë shqiptare, me ne në studio këtë mëngjes është Ministri i Punëve të Jashtme, zoti Edmund Axhinasto. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në aktualitet mes shtëpi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zoti Axhinasto, është e natyrshme që pyetja jone e parë ka të bëjë pikërisht me liberalizimin e vizave. Kur do të mund të lëvizim pa viza në hapësirën Schengen? Por duke qenë se ju jeni edhe në krye të fushatës sensibilizuese për lëvizjen pa viza të shqiptarëve, çfarë do të kenë parasysh shqiptarët për të lëvizur pa viza? Absolutisht që ka një arsye shumë të fortë pse vizat janë edhe në krye të agjendës pyetjeve tuaja. Kjo ka të bëjë me domethënien e këtij momenti historik për shqiptarët, do të thoja. Është momenti kur një ndër e hershme e shqiptarëve realizohet. Ata prekin një copë Europë, bëhen pjesë e saj një farë mënyre, pra kanë mundësinë të lëvizin të lirë në hapësirën Schengen. Është e rëndësishme të theksojmë një dallim themelor që ka lëvizja, si të thuash, statusi që marrim tani, lëvizja pa viza në hapësirën Schengen nga lëvizja e mirëfillt e lirë, që është një status që ne e gëzojmë kur bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian. Në këtë moment, në datën 8 nëntor, pritet që të merret vendimi përfundimtar nga ministrat e punëve të brendshme të Bashkimit Evropian, që shqiptarët lëvizin pa viza në hapësirën Schengen. Kjo do të thotë që ata nuk do të kenë nevojë të marrin një vizë pranë ambasadave, do kenë mundësi të udhtojnë me një pasaportë biometrike në të gjithë hapësirën Schengen. Sigurisht është një arritje e madhe për shqiptarët. Kjo arritje e madhe gjithashtu kërkon edhe një lloj përgjegjëshmërie për zbatimin e rregullave, për zbatimin e atyre detyrimeve që imponon ky status aktual, pra lëvizja pa viza në hapësirën Schengen. Dhe kjo do të thotë që të respektohet koha e qëndrimit në vendet e hapësirës Schengen. Kohë e cila duhet respektuar në mënyrë rigoroze, që është deri në 90 ditë për çdo 6 muaj ose 180 ditë, pasi edhe perceptimi i përgjithshëm ose si thuash sjellja e secilit individ do ndikojë pastaj edhe në krijimin e përshtypjes se sa të rregullt janë shqiptarët kur lëvizin. E vërteta është që për momentin ka pasur disa shqetësime nga ana disa vendeve të Bashkimit Evropian për lëvizje nga vendet e tjera që e kanë marrë këtë status në hapësirën Schengen, mos respektimi i këtyre afateve, dhe disa mendojnë se kjo ka ardhur nga mos realizimi një fushate intensive për informimin e publikut. Gjë që po ndodh në Shqipëri. Ne jemi të angazhuar një fushatë shumë intensive, shumë pranë qytetarëve, për të informuar pikërisht mbi rregullat e lëvizjes pa viza në hapësirën Schengen. Janë duke përgatitur fletpalosje me të gjithë të dhënat, gjithë informacionin që do t'u jepet çdo qytetari, do të çohet derë më derë. Siç e keni vënë re, ka pasur mjaft takime me student, me përfaqësues të ndryshëm të komuniteteve në përgjithë rrethet e Shqipërisë, dhe unë kam bindjen që shqiptarët do të shkojnë në Europë, do lëvizin drejt Europës, shumë mirë të informuar se çdo të thotë ky status aktual i lëvizjes së lirë. Për sa i takon realizimit konkret, vendimi merret në datën 8, jemi të bindur që do të jetë pozitiv, 8 nëntor, dhe pastaj me daljen në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian do të hyjë në fuqi ky regjim i ri, që nga një përllogaritje do të bëj diku në rreth Krishtlindjeve. Pra, për vit të ri mund të lëvizim të lirë pa viza në hapësirën Schengen. Zoti Axhinasto, një tjetër temë mjaft e rëndësishme dhe trajtuar gjithësisht nga shtypi i ditës dhe tërë media në përgjithësi, është edhe ajo që ka të bëjë me shqyrtimin e statusit të Shqipërisë për vend kandidat në Bashkimin Evropian. A mund të na sillni edhe një herë në vëmendje, sidomos edhe pas takimit që ju keni patur me komisionerin për zgjerim në BE
zotin Fyle, se çfarë është konstatuar në këtë drejtim, por edhe cili është opinioni i zotit Fyle lidhur me hapat e Shqipërisë për proceset integruese dhe veçanërisht për marrjen e statusit të Shqipërisë për vend kandidat në BE. Mund të them se nga takimet që kemi realizuar me zotin Fyle, po dhe më pas, rezulton që opinioni është në përgatitje dhe sipër. Nuk ka një formulim përfundimtar të opinionit për Shqipërinë. Ajo që për cilën garantohemi është që opinioni do të jetë realist, do të jetë objektiv, do të jetë inkurajues për hapat që do të hedhë Shqipëria, pasi edhe ky moment është një fazë e procesit integrimit, edhe ky moment pra. Dhe sigurisht unë kam theksuar edhe në momente tjera, pritshmëria e Bashkimit Evropian, pritshmëria e Komisionit Evropian, ka qenë dhe është që në Shqipëri duhet të ketë një proces politik normal, një dialog politik që zhvillohet brenda institucioneve, pra jo me bojkot, jo me greva, por brenda institucioneve. Pritshmëria është përsëri që të realizohet procesi i transparencës, pra hapësira që ekziston për të realizuar transparencën duhet të shfrytëzohet, dhe ajo që është më rëndësishmja është që politika shqiptare duhet të angazhohet një proces mirëfillt, bashkëpunues për sa i takon përmirësimit të standardeve për zgjidhjet e ardhshme, që do të thotë që ajo duhet të angazhohet në një proces të reformës zgjedhore. Sigurisht që në komunikimin që kemi pasur me përfaqësuesit e lartë Bashkimit Evropian, ato na kanë siguruar që në hartimin e këtij komisioni do të ketë parasysh edhe progresi i përgjithshëm që ka bërë vendi, rezultatet që janë realizuar në të gjithë aspektet zhvillimore, politike, sociale të vendit, në të gjithë kriteret e Kopenhagenit dhe në parafrimin e legjislacionit që Republika e Shqipërisë realizon për sa i takon legjislacionit evropian. Mirë, në këto momente do të kemi ndërhyrjen e një gazetare tonë në qytetin e Kukësit, pasi ka për të drejtuar një pyetje, zotë ministër. Lidhemi në këto momente me qytetin e Kukësit, me gazetaren tonë atje, Ermelinda Elezi. Mirëmëngjes, Ermelinda. Mirëmëngjes Klodi juve, mirëmëngjes Valbanës, përshëndes edhe zotin ministër të ftuar në studio. Në fakt do doja t'i drejtoja një pyetje zotit ministër. Tani Kosova ka shtetin e vet, ose më saktë tani që Kosova është shtet. Si paraqiten aktualisht marrëdhëniet, ose cili është raporti mes Shqipërisë dhe Kosovës, se kanë fjalën në rang shtetëror? Unë do të thoja se Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës kanë marrëdhënie të shkëlqyera. Shqipëria është një partner në rajon e Kosovës, është interesuar direkt për konsolidimin e institucioneve atje, për fuqizimin e ekonomisë, për rritjen e saj, për zhvillimin e përgjithshëm, por dhe për realizimin e detyrimeve kushtetuese që ka ai vend në drejtim të krijimit të një shoqërie multietnike. Gjithashtu, Republika e Shqipërisë është shumë interesuar që procesi i njohjes së pavarësisë Kosovës të vazhdojë edhe nga vende të tjera. Për këtë ne jemi të angazhuar konkretisht në një fushat lobimi me qëllim që procesi i njohjeve të pavarësisë Kosovës të jetë një proces i pandryshueshëm deri në momentin që Kosova të jetë një vend antar i Kombeve të Bashkuara. Sigurisht që motivimi ynë për këtë është shumë parimor. Në gjykimin tonë, në bindjen tonë, që faktohet dhe nga realiteti në Kosovë, pikërisht pavarësia e Kosovës ka qenë një kontribut jashtëzakonshëm për paqen, stabilitetin në rajon, ka qenë zgjidhja e vetme e mundshme që të
të garantohej kjo paqe, të garantohej kjo stabilitet, dhe për pas rajoni të ecë, siç ka filluar të ecë i tëri drejt Bashkimit Evropian. Pra, e thënë kjo, do të përsëris edhe një herë që Shqipëria gjykon dhe vepron me bindjen se procesi i integrimit të Kosovës është një proces i duhet promovuar dhe duhet nxitur gjithmonë më shumë, dhe patëm kënaqësinë edhe ditët e fundit shikojmë se po identifikohet një hartë ose një udhërrëfyes edhe për liberalizimin e vizave me Kosovën, të Bashkimit Evropian me Kosovën, që është diçka shumë pozitive, të cilën ne sigurisht e mbështesim dhe e promovojmë më tej. Por përveç këtyre aspektet të bashkëpunimit dypalësh, sigurisht ka edhe një tërësi bashkëpunimi konkret me Kosovën. Unë mund të them se në mbledhjen e djeshme është miratuar në një vendim i Këshillit të Ministrave, i cili rregullon disa shërbimet në disa pika kufitare doganore midis Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, që do të lehtësojë në mënyrë konkrete lëvizjen në të dy anët e kufirit, me qëllim që të nxjisë më tej bashkëpunimin dhe shkëmbimet midis dy vendeve. Po sigurisht është e panevojshme ta përmend, po me që ishte një pyetje konkrete, mendoj se rruga më thënë Durrës Kukës Mërin është gjithashtu një kontribut i jashtëzakonshëm, një arter shumë jetik për bashkëpunimin midis të dy vendeve, i cili do të rrisë në mënyrë të jashtëzakonshme, ka filluar të rrisë në mënyrë të jashtëzakonshme shkëmbimet midis të dy vendeve.